Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio profesor Pullumpi Linçin. Profesor, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Profesor, pse banorët e ligjshëm të Velipojës sot janë tërhequr zvarr nga policia? Regjia, të lutem më nxjerr foton, po. Dhe sot janë paraqitur në SPAK. Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar. Shqipëria nga Shqipëfolësit, nga spionët e serbit dhe të grekut, të dyja qeverit si PD dhe PS-ja, minutat e fundit si ai gjarpri që i bjen kokë të lëviz bishtin. Ka 2-3 ditë në Voliponj që shqiptarët janë gjysë të gjyshi në atë vend, jo të erdhur, janë pe ati vendi, i kanë hequr zvarr para 2 ditëve. Sot, dashur shqiptar, ata ishën para SPAK-ut. Ka rritur koha që pronarët e ligjshëm, që këta i quajnë ish pronarët, ata janë pronarët për gjithë Shqipërinë që nuk kanë marrë asgjë. Zotnia e tregovi dhe tamam letrën e kadasës të vjetër para zogut, që më 1930 e xori aty, dhe tha realitetin. Kurse gjyqtari minutën e fundit, një gjyqtar që e tha dhe emrin, e ka anulluar dhe ka bërë se kur pronari janë disa zotni të tjerë, se shtevojët të i themi emrat, se e din, venë ndërtojnë. Si që ka ndërtuar në Tiranë, me çdo vend të Shqipërisë, ku do qefi, ku ja kanë dhënë të dyja partitë. Unë do them pronarëve të ligjshëm, më dëgjoni me vëmendje. Ju zotni, vërtet jeni pronar, po pse se keni marrë dokumentat kur Berisha ka që më 92. Ju keni votuar për atë parti. Dhe asnjë të drejtë s'u ka dhënë. Tani janë koheni. Ju që ahere s'u kanë dhënë asnjë letër origjinale që ju jeni pronar. Ju vërtet jeni pronar me dokumenta origjinale, sepse gjyqe stërgjyqe tuaj e ka mbledh top me gjak, me flori. Dhe shtuaja. Por, ju sot ishët para SPAK-ut, të dashur shqiptar, sidomos ju që jeni në foto që kanë nxjerrë këtu, para SPAK-ut, SPAK-u e shkrijuar në asnjë vend të botës, po e sqaroj shqiptarët. SPAK-u do të thotë prokuror. E shkruar vetëm për 2 partit e 35 vjetë dhe për satelitë e tyre dhe për mizat e kalit, gjyqtar, avokat, gazetar, për të arrestuar edhe për të konfiskuar. Nuk është për këto prona. Ju duhet vinit para kryeministrisë, sidomos para kryeministrisë, ka qenë Pallati e Enver Hoxhës, Komiteti Qendror. Në ato zyra ku ka qenë Enver Hoxha, në ato zyra ku është bërë plani i vrasjeve për 26 vjetë, aty është gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese, të dashur bashkëdhetar shqiptar, ata kanë 2-3 javë. Ata kanë 35 vjetë që u mashtrojnë ju. Kur vete diçka për ata, për hajdutët që vjetën 35 vjetë, gjykata kushtetuese i ndihmon. Kur një shqiptar i thjesht për një dritë, për një të hapur një pus, për të pirë ujë, për të mbjellë perime, i kërkojnë gjop plus e vjen edhe në burg. Pra të dashur shqiptar, para ca kohe, këta e bënë në theth. Vajtën tanket në theth, ta mams që kur do rrethoni, ishën të huaj. Edhe Serbi nuk ka rritur në theth, nga shqiptarët që e kanë mbrojtur me armë, me shekuj e me shekuj edhe gjërkon e Skënderbeut. Pra dashur shqiptar, sidomos unë i drejtorit të policisë të përgjithshme, që ai do arrestohet shumë shpejt. Drejtor, të kam thënë që përpara jem bosh e re, ke bërgabime në theth, ke bërgabime për arsye se drejtorin e Shkodrës është akoma ai person që dërgovi në theth, që unë vizitova pa ditë që vajta me ministrat. Dhe ai, ta unë kam rrogë të mirë, rroftë Edi Rama.
Pra, akoma i qenë ka në detyrë, unë i dhe që kështë hequr. Dhe kundra, në Volipojnë, ke 3 ditë që i heq njerëzit zvarë, është urdhit të heqë shqiptarë, dhe të lesh rrugatshërin, ministrat e huaj, të vinë marrën tokë në tokën e Shqipërisë, që ose shparë do njëherë. Pra, dashur shqiptar, ka ardhur minuta e fundit dhe ka ardhur koha që ju, komplet shqiptar, të bëjnë gjyq popullor. Këta me gjyq popullor e duan, me këmbë të lidhura dhe me duar të lidhura, dhe të punojnë natë e ditë deri sa t'u dali shpirti, për arsye se ju u coptuan, dashur shqiptar. I kanë përzen nga Shqipëria 3,5 milion e gjysmë. 3 milion e gjysmë janë jashtë dheut prej 90-ës. Regjia, të lutem. Alarm nga raporti i Brukselit. Pranga në ajër, SPAK vullos arrestimet, qeveria në rrezik kolapsi. Profesor, vërtet ka ardhur e jo ditë që shqiptarët presin arrestimet dhe gjyqtarët e kushtetutës i kanë penguar? Po, të dashur shqiptar, gazetarja më pyet dhe ka të drejtë, sepse SPAK-u që është në lëvizje, ka ndaluar ka 4-5 javë, byroja kombëtare, FBI-ja ka ardhur për ndihmë, por ka filluar dhe bota jashtë tokës të shqiponjave. E kanë fjalën, si që kanë nxjerrë këtu, alarm, raport nga Brukseli. Është vënë në lëvizje Brukseli, është vënë në lëvizje pothuaj Amerika, Kongresi, për arsye se në Shqipëri ka 35 vjet të dashur shqiptar që kanë bërë dëm. Dhe dëmi kryesor që është nga 2 partitë. Dhe nga deputetët e emëruar që të marrë nga rruga, të marrë nga mërgimi, si për shembull zvenc kryeministri Balluku, pastronte në Grekët, vjen këtu dhe bë zvenc kryeministre dhe merr 400-500 hyrje, lere dyqane që ka ushqimore familje saj, lere vila dhe hotele që ne i dim të gjitha, por dokumentat SPAK-u i shpori në Peleshi, i shpori në parlament, do me thënë në kuvendin, a i quhet kuvendi popullor, që akoma lexon jashtë kuvendi popullor. Pra, i shpori dokumentat me qindra e me mira faqe. Ata i izoluan sepse ishin emrat dhe të tyre. Pra, gjykata kushtetute është tallur, është kundra SPAK-ut, e pa parë një histori që gjykata kushtetute është kundra gjyktarit, sepse SPAK-u, do me thënë, e dërgovi në gjyktari dhe gjyktari e dënovi të mos afroshe me Balluku të vinte në kryeministri, të largoshe dhe të ishte e pandeu dhe të gjykoshe të vërtetës se si ka qenë punë e saj. Pra, të dashur shqiptar, ju shikoni një foto. Unë jam për të habitur me që po ndodh me këta fytyrat këtilla, me këto fytyrat të shëmtuar. Këta të 5 të dashur shqiptar, përveç Becit, Shkodranit, unë i theme njëherë, pa marësi se në këtë minutë që unë po flasë, ata janë në zyrë, të gjithë bashkë, kanë qenë në mëngjes, kanë edhe dije, kanë qenë dhe nato. Por shkaktari i tërë që është këtu, e quajnë emrin e tij Genti Ibrahimi. Këta të 4 dashur bashkëdhetar shqiptar, së bashku që është zgjedhur nuk ka shumë kohë, disa javë, është zgjedhur qëllimisht kryetare e gjykatës kushtetute Fiona Papajorgji. Pra, Fiona Papajorgji sa është zgjedhur kryetare e kushtetutës, është zgjedhur qëllimisht, është emëruar më mirë të them, që i thoni zgjedhur nga populli. Këta si janë zgjedhur nga populli, janë të emëruar. Pra, këta kanë ndaluar çdo gjë. Këta duhet të hipnin qatë ditë që SPAK-u dërgovi prokurorin dhe tha si ishtë puna, e tha që po fshihet të gjitha gjërat, por të dashur shqiptar nuk është fshehur asgjë. Të gjitha janë me mira faqe.
Pra, erdhi kohë të dashur shqiptar, shkaktar është gjykata kushtetute. Ajo gjykat, ajo kushtetut që është bërë në Serbi. Ajo kushtetut që është bërë me 90. Ajo kushtetut që po vret shqiptarët motër me vëllanë. Ajo 7500 njëshë. Ajo kushtetut. Këta janë pra. Këta janë të dashur bashkëdhetar shqiptar pa diploma. Me diploma falso. Me diplomat e George Soros. Dhe George Soros të dashur shqiptar. Tini të bindu. Ne i kemi dokumentat. Ka erdhur dhe ka sjell Berisha. Që më 92 ka ardhur George Soros këtu. Soros është përhapur këtu se është njeri minjor në Amerikë, që s'është e vërtet. Si Soros janë miliona, njerëz janë milionerë. As pyet njeri për Soros e Sorolopos në Amerikë. Soros me Sorolopon, me të birin e tij, me Edi Ramën, me Berishën, po, është miku i këtyre. Sepse i ka ndarë parat bashkë. I ka dhe Soros. Parat janë Kaliforni shumë gjera. Pra ne i dim të gjitha dashur bashkëdhetar, këta janë shkaktar pamarësisht, se shkaktar kanë filluar deputetët që më 92. Po këtyre u ngelet sepse u provua që ka 4 javë që ka ndaluar arrestimin e Ballukut. Bas Ballukut ishte Berisha, ishte grua e Ilirit që ka qenë sot në gjyq edhe fillon të enten gjyqi e pandehur zonja e Ilir Metës. Pra dashur bashkëdhetar të gjithë këta do hynë burë. Po unë përsëri u them juve, ka ardhur koha e shqiptarëve. A jeni dakord të dashur? Keni thënë gjithmonë po. A jeni dakord të bëni gjyq popullor? Dhe unë u them atyre zotënie që ishën para Spakut, u them, për çfarë arsye nuk shkuat para kryeministrisë? Aty përpara ishte edhe komitet qendror, aty është Belaja, aty është faji që ju po u bëjnë. Dhe ju keni marrë avokat, po keni marrë avokat të Berishës. Ata që ju kanë coptuar ju, ata që ju kanë bërë dallavere ju. Po shikoni, ata construction që do ngrenë vila atyra që do ngrenë, janë me Berishën? Me kë janë me Berishën. Pra, ju të dashur shqiptar duhet vinë para kryeministrisë dhe shqiptarët do t'jenë me ju, sepse ju jeni patriot. Stërgjyshët tuaj kanë luftuar në kohën e Skënderbeut. Po, aty, në atë vend ku ju keni tokat, unë e di mirë historinë, Skënderbeu në atë kohë ishte varrosur në Lezhë, e kanë hequr trupin e tij, edhe gruaja e tij dhe tërë familja shkuan në Bregdet. Besoj se do t'jeni edhe ju fisi tyre. Vajtën u shkëputën nga Lezhë, sepse turqit erdhën dhe kërkonin eshtrat e Skënderbeut. Dhe eshtrat e Skënderbeut nuk janë as në Lezhë, po janë për te detit, që shumë shpejt, kur bëhet qeveria, do vinë eshtrat e tij. Pra, unë jam i bindur se këta zotënit, si e quajnë në emrin e fshatit atje, ku i kanë hequr zvarr? Velipoj. Në Velipoj, që e ngatroj, sepse shumë gjëra kemi dhe emrat po i harrojmë nga këto poshësi që po bëj këta. Pra në Velipoj, besoj se asa zotnin edhe e thanë që ne jemi katolik, na ka ardhur musliman, e përmendëm, që na mori aty bën gabim që thanë musliman, se çdo njeri është shqiptar. Po unë jam i bindur se ata katolikët i janë fisi i Skënderbeut që hoqën eshtrat e tij, sepse të mos i gjente turku, edhe u strehuan aty në Bregdet. Nga Bregdeti kanë ikur në Siçeli. Nga Siçelia kanë vajtë në Spanjë. Pra janë diku eshtrat e gruas të Skënderbeut dhe të Skënderbeut. Pra dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Profesor, a mund të na thoni diçka më shumë rreth zhvillimeve të arrestimeve nga Spaku? Të dashur shqiptar, erdhi koha e realitetit. E di që më shkruani për ditë dhe më thoni Pilinçi ke 2 vjet që na thua sot. Na thoni pse Spaku nuk i arreston. Po këta kanë bërë një kushtetut të dashur shqiptar në Serbi.
Dhe kushtetutën e ka bërë në favor të tyre. Do me thënë, të vjedhësh miliona $, syna si ditë në burg, s'ka njërë asë njerë. Kurse për të hapur një pus, apo për të marrë një copë buk në dyqan të vjedhësh, apo të pish një hashash, një drogë të vogël, dënohesh 2 vjetë, 3 vjetë. Dhe shumë të ri edhe të reja, që janë akoma skandal në gjyq, i kalën në përburjet. Dhe taksa tuaja kalojnë në përburjet. Dhe vend që të punojnë, po pse kam thënë, dhe po dalë në pyetjen e gazetares, unë do hapë gjithë burjet e Shqipërisë. Dhe do futen këta të dashur bashkëdhetar, do arrestojnë të gjithë. U apërsrita edhe sot po e përsërit. Janë 1840 deputet që në kohën e Saliut. E flasë që më 92. Të gjitha deputet do konfiskohen. Nëse do një deputet, tërë ministrat kanë qenë, zvendës ministrat, me qindra, me mira, besa tëra e Amerikë ka 13 ministra, kurse Edi Rama ka gati 30. Çfarë nuk ka me taksa tuaj? Pra, erdhi koha e realitetit, erdhi koha e pastrimit. Këta, Spaku duhet filloj arrestimet urgjent, jam i bindur se sonte o nesër të premten, nesër është e premten, o të premten, gjykata që janë akoma në zyrë, janë ato si ato shushunjat që pinë gjakun, që s'kanë kuven, që unë u thash para 3 jave që dosjet tuaj ne do t'i hapën. I hapën që kur keni lindur dhe deri në këtë minutë që unë po flasë. Çfarë keni bërë, çfarë keni vjedhur, si keni marrë diplomat, kush u ka dhënë, kush u ka emëruar, sa para keni marrë, sa para muart para një jave, që dualt 5-3. Dhe unë u them të treve atyre zotnive që ose ka një foto, ata janë patriotë e Shqipërisë. Diplomat e ty janë vërtet originalin, që ose ke regjizor të atyre 3 që dual pro, do me thënë pro ati kryetarit të bashkisë e pro gjykatës. Pra, ata të 3 dashur bashkëdhetar, se këte janë 8 veta. 3 veta që dual kundërshtim me këta, ata janë patriotë e Shqipërisë, do të ngelet një histori. Ata janë vërtet me diploma originale. Ata janë vërtet kanë qenë gjyqtarë. Ata dinë se gjykojnë. Kurse këta, që i shoh fytyrat e tyre, të lustruara, të udisura, të pasura, që marrën jo $100 dashur shqiptarë, po i matën me metro kup. Këta janë shkaktarët që u kanë dëmtuar ju, dhe këta janë shkaktarët që më thoni mua pse nuk arrestojnë. Ne nuk i kemi hekurat. Po, unë do t'i kemi hekurat. Të arrestojnë këta, atë ditë që unë shkoj në qeveri, unë do pastroj grëmin nga themeli. E 1 metro dë tokë. Do t'i heqëm zvarë dhe do t'i shini me sytë tuaj se si do punojnë këta me kasmë dhe me duar të lidhura me zinxhir. Ate që kanë bërë juve. Jo një, po me mira. Me mira do arrestohen të dashur shqiptarë. Do pastrojmë Shqipërinë nga llumi që ju u kanë mbytur. Ju u kanë ngelur të dashur shqiptarë edhe 2 centimetro. Jeni futur në llum, jeni gati për të mbytur. Po e përsërit e njerë, unë për këtë punë kam erdhur dhe për këtë amanetin do të plotësoj, arrestimet duhet bëhen. E njeri e them të pesave këtyre fytyrave, dilni sonte o nesër, jip një urdhër, lere Spakun të filloj arrestimet. Nëse ju jeni të pastër, do të shkoni në gjyq. Ja pra këta të 3 janë patriotë e Shqipërisë. Këta janë patriotë. Bravo i qoftë që të 3. Erion Qela, Asim Vokshi, Ilir Toska, ju jeni patriotë e Shqipërisë. Ju do ngelin një histori që dualt kundra atyre. Të dashur shqiptar, erdhi fundi këtyre, si që kam thënë, do dalë gjithmonë më 3 edhe më 5. Shkruani më falni, më 3 edhe më 6, do dalën gazetarja çdo ditë, do të lexoj programin e partisë, po ai program është bërë më 2001.
Pra, llogaritë që ahere thoshte $600. Natë e mirë, dashur bashkëdhetar shqiptar, miru pafshim nesër në orën 3 dhe në orën 6. E njëherë natë e mirë, rrini të qetë, arrestimit do bëhen. Profesor, të falenderoj. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.